Mbas datëlindjes 2011, sot është datëlindja 2009, jemi shumë të kënaqur, pjesëmarrja është jashtëzakonisht e madhe, pothuajse nga çdo vend i botës, dhe jemi shumë të kënaqur për vetë faktin sepse na hap rrugën që ne të kemi një seleksionim sa më të gjerë. Kjo është një mundësi shumë e mirë për çdo lojtar, sepse në pamundësi për t'i ndjekur, kjo është ajo më e rëndësishmja. Në pamundësi për t'i ndjekur, ne i shikojmë këtu dhe ata shprehin talentin e tyre dhe ne krijojmë një ide që ata të jenë pjesë e kombëtarëve të moshave. Ne jemi shumë të kënaqur, si nga dita e parë dhe sot dita e dytë, pothuajse kemi mbetur shumë të kënaqur sepse ka vërtet futbollistë që vinë nga skuadra me shumë emër. Kjo ka bërë atë rritjen sepse është viti i tretë dhe vit pas viti po vinë lojtarë vërtet të talentuar nga skuadra me shumë emër. Është vërtet, prandaj edhe kjo është shumë e rëndësishme sepse na jep një orientim sa më të saktë dhe më të sigurt. Ne dim për çdo lojtar informacionin dhe pastaj krijojmë atë databazin që është shumë i rëndësishëm për ne.